Në samitin e NATO-s, që është niveli më i lartë i sigurisë në botë, do ta mbrojmë territorin e Tiranës me dronët e prodhimit shqiptar. Ne. Do e lëm Trumpin sigurisht dronëve tonë? Po. Meri më mirë Amerikanë, se do na fliqesh. Ti të shënu me ke, mbaj mend, dhe kur të vi se do na bien dronët e do lëm kokrën ti këtë mirë që i mban, po s'ki merak. Po nuk bien dronë se ata nuk do na vetëm po i morën Amerikanë. Ata nuk do nisen me fjalët tona, ata do t'i shohin dronët tjerë. Do prodhohen këtu. Ne do prodhojmë dronët që do të mbrojnë hapësirën këtu do të jemi në 2027. Ku do i prodhoni me çfarë teknologji? Në Shqipëri. Do e blini teknologji? Në Shqipëri. Do t'i prodhojmë këtu. Ne do të eksportojmë dronë fevzi. Eksportosh dron. Made in Albania. Natyrisht që ne do t'i bëjmë këto me partner. Pranverën e 2027-s, qiellin e Tiranës me dronët made in me shqipojnë dhe me flamur të kuq.